të besojmë te Perëndia ynë. Të gjithë vëllezërit dhe motrat, ose të gjithë ne, kur Perëndia na ka bërë premtime, sepse unë besoj se Perëndia të gjithëve na ka folur nëpërmjet profecisë, dhe në profeci Perëndia na bën premtime. Dhe jo vetëm premtimet përmes profecisë, por edhe kur lexojmë Biblën, aty shohim se Perëndia po ashtu na mëson të besojmë. Na mëson të kemi besim dhe të besojmë te Perëndia. Ne shohim rastet këtu përvojat e shumë figurave biblike, ku këto figura jetuan, patën shumë përvoja të mira, të bukura, të mrekullueshme, por të tjerë patën përvoja shumë të trishta, dëshkime, dhimbje. Dhe ne lexojmë Biblën dhe aty mësojmë se duhet të besojmë te Perëndia. Dhe të besosh te Perëndia do të thotë se në momentin e rrezikut, në momentin e vështirësisë, në momentin e një nevoje që ju keni, ju duhet i drejtoheni Perëndisë dhe të besoni se Perëndia do t'ju ndihmojë, se Perëndia do t'ju azgjidh problemin, se Perëndia do t'ju ruaj ose do t'ju mbrojë në atë udhtim ose nga një aksident, se Perëndia do t'ju ndihmojë dhe nëse ka një sëmundje të rëndë, një person që është në prag të vdekjes, ju besoni dhe thoni, Perëndia ka bërë premtime, unë besoj në premtimet e Perëndisë, prandaj unë besoj se Perëndia do ta shërojë këtë familjar timin që është i smur apo e smur, që është në gjendje të rëndë, kështu që e vendos besimin tim te Perëndia. Kur vjen një rrezik, kur vjen çfarë do lloj gjëje në jetë, le të mos shqetësohemi, të mos dëshpërohemi, sepse ka njerëz që shqetësohen, dëshpërohen, madje edhe çmenden nga ankthi, sepse ndihen vetëm dhe të braktisur në jetë, harrojnë se aty është Perëndia, harrojnë se Perëndia u ka folur, u ka premtuar, harrojnë se Perëndia ekziston dhe ndihen dhe besojnë se janë vetëm dhe të pashpresë. Ky quhet mosbesim. Dhe nëse ne besojmë te Perëndia, për këtë arsye ka një psalm që thotë se ai që beson te Perëndia krahasohet me një mal. Dhe mali nuk lëviz. Ai mal pra nuk lëviz, malin e godasin erat, shirat, breshri, bora, çfarë do qoftë, dhe mali nuk lëkundet, vazhdon të qëndrojë i fortë. Thot Perëndia se me këtë krahasohet një burr ose një grua, bij të Perëndisë, që besojnë te Perëndia dhe vjen rreziku ose aksidenti, sëmundja, çfarë do qoftë që vjen, besimi është si ai mal që nuk lëkundet, që nuk lëviz, që qëndron aty për jetë. Kjo është ajo që Perëndia do nga ne. Që kur ne besojmë në këtë mënyrë, besojmë se Perëndia do të na ndihmojë, se Perëndia do ta dëgjojë lutjen time, unë do të lutem dhe ai do të më dëgjojë, ai do të më jap atë që i kërkoj, ai do të më çliroj, do të më ruaj, do të më mbrojë, ai do të më shëroj, do të më ngrej lart. Atëherë Zoti do të thotë, ti je si një mal që nuk lëviz, që qëndron i fortë, kjo më pëlqen. Këtë po ashtu mund ta quajmë besim. Siguri. Sepse besimi është të presim nga Perëndia, diçka që ne ende nuk e kemi parë të plotësuar, por është diçka që Perëndia na i ka premtuar dhe unë nuk e kam parë ende të përmbushur, por e pres sepse e di që do të më përmbushet. Ky është besimi. Pra ky është besimi, por të pasurit besim është në momentin kur ne po vuajmë problemin, sprovën, dhe ti besojmë Zotit, ti lutemi Perëndisë dhe të besojmë se Perëndia po na dëgjon. Por ka njerëz që fillojnë të qajnë, të bërtasin dhe dëshpërohen, shkojnë kërkojnë familjarët, fëmijët për të parë se kush do t'ju azgjidh problemin, kush do t'ju thot një fjalë të mirë inkurajuese, dhe harrojnë për një moment se Perëndia u kishte bërë premtime, Perëndia u kishte thënë ki besim, u drejto mua, më kërko mua në momentin kur ke nevojë, më kërko mua në mundime, dhe unë do të dëgjoj, thot Zoti. Kjo është ajo që duhet të bëjmë vëllezër dhe motra, ajo që ne duhet të mësojmë dhe të bëjmë që në këtë mënyrë edhe Perëndia ynë të jetë i kënaqur me ne
dhe të dëgjoj ankesën ton, thirrjen ton, lutjen ton.